politike këtu në Tiranë do të shkojmë në këto momente në Prishtinë, aty ku ushtruesja e detyrës së presidentes Sonja Arbulen Agjiu ka caktuar datën 6 gusht si datë për mbajtjen e seancës konstitutive të Kuvendit. Seanca do të nisë nga ora 10 e mëngjesit. Ky është zhvillimi i fundit. Djegëm deklaratën e zonjës Agjiu. Që në dhe nuk ekziston një dakordim politik për çështjen e presidentit, kam vendosur pra me njëherë pas certifikimit asë kohe që të mos e thras me nguti seancën konstituive, por të shfrytëzoja fatin që lejon kushtetuta për të krijuar partive politike, hapësirën e nevojshme për dialog dhe për ndërtimin e një konsensusi. Prandaj, sot ju njoftoj se seanca konstituive e Kuvendit të Republikës së Kosovës do të mbahet me datë 6 gusht në orën 10, pra ditë e enjte. Deri atëherë mbetet